Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salatu wa tammu taslim ala al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta I takojnë të madhit Allah xhalla shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të nderuara, ju që jeni prezent këtu në xhaminë e Sebahut dhe gjithë ju që na ndiqni përmes radio televizionit islam, fillimisht më lejoni që ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Spari lut Allahun e Madhërisëm që agjerimin ton ta pranoj, punët e mira dhe ibadetet që I kemi bërë në këtë muaj të bekuar t'i pranoj, si dhe të na bëj të mundur që edhe pjesën e cila na ka ngelur ta kalojmë me adhurim dhe me punë të mira. Një nga temat e rëndësishme në muajin e Ramazanit dhe në veçanti në 10 ditët e fundit është edhe çlirimi I Mekës. Do të thotë në këto 10 ditë, në ditën e 20 të Ramazanit, ka ndodhur çlirimi I Mekës. Çka do të thotë kjo çlirimi I Mekës? Muslimanët kanë qenë në Mekë. Dhe pasi kanë qenë në Mekë, dihet se ata u detyruan që të largohen nga Mekja e të shkojnë në Medinë dhe atje ta formojnë shoqërinë e re. Bëjnë hijret, I njohur është për të gjithë rasti I hijretit, shpërnguljes. Mirë po, kur kanë bërë hijret, ata në Mekë I kanë lënë shtëpitë e tyre, mallin e tyre, çdo gjë që kanë pasur, kanë mundur të marrin vetëm atë sa kanë mundur të bajnë me vete në udhtim. Për shembull, sa kanë mundur ta ngarkojnë deven, ose kalin nëse dikush ka patur kal e kështu me radhë. Por nuk kanë mundur ai ta merr shtëpinë ose mallin që ka patur, kështu që idhujtarët, të cilët kanë ngelur në Mekë, I kanë keqpërdorur, I kanë marrë, I kanë shfrytzuar për nevojat e veta, edhe kundër muslimanëve pasurinë e vet muslimanëve. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me muslimanët çka bën në vitin e 8 të hijretit, në muajin Ramazan, u nis edhe shkoi e çliroi Mekën. Në fakt e çliroi vendin e vet, shtëpinë e vet. Dhe kjo ka ndodhur në Ramazan. Pra në Ramazan, në atë nxehtësi të Arabisë, muslimanët kanë udhëtuar 400 kilometra, jo me mjet udhëtimi, po në kamp ose me kuaj e me deve, pra në një nxehtësi shumë të madhe. Muslimanët të këtij kanë qenë në Ramazan, ata kanë vepruar, kanë punuar, kanë ecur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka penguar ajo që është Ramazan edhe ta lënë atë mbas Ramazanit. Jo, po në Ramazan e ka realizuar këtë edhe Allahu xhallahu shanu ja mundsoi që ta çliroj Mekën. Por ajo që duhet të përmendet këtu është se ky rast, pra çlirimi I Mekës, është interesant, I gjuan poshtë, I hedh poshtë gjithë ata që fen islame akuzojnë se është fe që e mbështet terrorizmin, e ekstremizmin, e dhunën. Çlirimi I Mekës I gjuan poshtë, çlirimi I Mekës I demanton. Feja islame nuk është fe që e mbështet dhunën në asnjë mënyrë. Feja islame asnjëherë nuk ka marrur fushata kundër dikujt tjetër në kuptim të fesë, vetëm se nuk janë musliman t'i shkatrojmë. Jo, kështu nuk ka fushata të marra siç kanë qenë fushatat e kryqëzatave për shembull në Perëndim. Feja islame gjëra të tilla nuk ka bërë, vetëm e ka lejuar luftën në rast se armiku të sulmon, në rast se duhet ta çlirosh vendin tënd edhe të mbrohesh ti prej armikut. Kështu që derisa musliman kanë qenë në Mekë para se të shpërngulen, ata janë munduar shumë, ata kanë hepur shumë, mbi ta është ushtruar dhunë. Çka mos u kanë bërë muslimanëve? I kanë rrahur, I kanë persekutuar, I kanë vrarë. Domethënë çdo gjë më mizore që është kanë bërë kundër muslimanëve. Kështu që nëse analizojmë ne se si duhet të ishte përgjigja, reagimi muslimanëve, do të thonim se muslimanët është dashur t'i vrasin gjithë mushrikët. Mirë po ndodhi kjo, nuk ndodhi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hyri në Mekë, ai hyri diku 10.000 apo më tepër ushtar kanë qenë. Ushtri e madhe, të armatosur.
edhe i zunë Mekasit. Me thonë ata nuk mundën të bëjnë rezistencë, nuk mundën të rinë përballë muslimanëve. Hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Dhe tash u të buan Mekasit të gjithë. Paramendoni edhe armiqt më të mëdhej erdhën aty. Armiqt më të mëdhej, ata që i kishin rreh muslimanët, ata që i kishin munduar muslimanët. Tash muslimanët me shpata, muslimanët të fuqishëm, sikur të donin mundin t'i vrisnin të gjithë. Mirë po paramendoni, për atë përmendëm se nuk është feja islame fe e hakmarrjes, fe e dhunës, nuk është fe e vrasjes, nuk është fe e terrorizmit. Feja islame s'ka të bëje me këtë. Shikoni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai është shembulli ynë. Çka ka bërë? Kur erdhën aty gjithë u tubuan, ata gjithë kokën ulur. Pse? Frikoshin e dishin si e kanë punën me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kokën te poshtë, ulur. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju drejtua edhe i pyeti. Tha, çka mendoni, çka do të bëj unë tash me ju? Ata i thanë, ti je fisnik, bir fisniku. Dhe në atë kohë, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kish mundësi t'i vret, kish mundësi t'i shkatron, kish mundësi t'u hakmeret, çka do të bëj? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i u drejtua dhe i tha, edhe u tha, idhhabu fa antum mutlaqa, shkoni ju jeni të lirë. Do të thot u afali të gjithëve. Shikoni, në atë moment kur ai kish mundësi t'u hakmeret, sikur të donte, mund të t'u hakmeret, mund të t'i vriste të gjithë, sepse e dinte se çka i kanë bërë, kishte faktikisht argumente plot. Edhe muslimanët e ndej kishin të freskëta kujtimet se çka u kishin bërë në Mekë. Megjithatë, ai u afali edhe u tha, shkoni se ju jeni të lirë, u afali pra. Me përjashtim të disa personave që mund të numërohen në gishta, të cilët nuk u penduan dhe vazhduan me armiqsinë e tyre. Shikoni çfarë tolerance, çfarë mëshire pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë kur e ka shliruar Mekën. Kur njerëzit kur futen nga përvende, kur ka luftra, masakrojnë, djegin, shkatrojnë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu ta marrish me ushtrinë që kish mundësi ta bën. Megjithatë ai nuk e bëri, por i la të lirë. U afali pra të gjitha ato atë dhunë që kishin ushtruar mbi ata si musliman. Për atë rasti i shlirimit të Mekës është një tregues, është një dëshmi se feja islame nuk është fe e dhunës, masakrave dhe nuk është fe e terrorizmit, por është fe e faljes, është fe e mëshirës dhe është fe e butësisë. Dhe po ashtu një gjë shumë interesant, kur hyri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe dash në Kabe u dash të ngjitet dikush ta thret ezanin dhe me kët u lajmërua se muslimanët e morën Mekën, Mekja u shlirua. Çka ndodhi? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte njerëz të afër, e kish Hazreti Aliun, njeriu në afër, familjes vet. Kishte edhe njerëz tjerë të familjes, kishte edhe shok të ngushtë vetin, Ebu Bekrin, Omerin radiallahu anhuma dhe tjerë. Megjithatë asnjërit nuk i tha, kush e thiri ezanin? E thiri ezanin një rob, një sklav që kishte qenë sklav prej Afrike, prej Abisinie, Hazreti Bilali. Do të thot, arabët në atë kohë e mbanin veten shumë të ngritur, e dinin veten shumë të lartë. Arabët mendonin se janë mbi tjerët. Dhe çka tash? Një sklav që kishte qenë sklav të ata, që kishin rrahur, kur kishin dashur. Tash, ai sklavi edhe atë ishte zezak bile, nuk ishte edhe i bardh. Hazreti Bilali ka qenë afrikan, prej Etiopijës së sotme, parafrazisht atij territori. Dhe ai sklav, i zi, zezak, të ngjitet në Kabe dhe zotrit e tij që kishin patur atë prond veten dhe kishin rrahur kur kanë dashur, ata e shohin Hazreti Bilalin mbi Kabe duke e thirr ezanin. Shikoni çfarë momenti interesant. Çka bëri? Me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e luftoi racizmin dhe diskriminimin. I tregoi botës para 1500 vjet se nuk ka racizëm dhe nuk ka diskriminim në fetë islame. Edhe një sklav, edhe një zezak, edhe ai mund bëhet muezini pejgamberit, mbase pejgamberi kishte edhe njerëz të afërm të vet. Por jo, atë sklavin pra, atë zezakun e dërgoi që arabët e shihnin veten shumë më të ngritur saj, ai u bë muezin dhe ai e thiri ezanin.
me këtë në shirimin e Mekës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dha një mesazh të fuqishëm kundër racizmit edhe kundër diskriminimit. Lutim Allahun xhaleshanu që neve të na bëj pjesëtar dhe të na bëj idhtar dhe ndjekës të denjë të rrugës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shkak se ai është shembulltyra jon, edhe ai është figura, drita jon, dhe me të ne vetëm mund të mburemi dhe nuk kemi pse të turprohemi prej identitetit ton. Ky është pejgamberi ynë, ky është mësuesi i botës, jo vetëm i neve muslimanëve, po i gjithë botës për këto vlera madhështore njerëzore. Lutë Allahun xhaleshanu që lutjet tona, duat tona t'i pranon, nga të këqijat në largon dhe në ditën e gjykimit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam takon. Walillahil Fatiha.